çfarë po ndodh? Të tregoj një foto? Ledio, tregoj që foton e Van Hornit, si e ka emrin Van Horni? Se di, se kam pyet. A? Nancy. Nancy. E kam shumë qef. Të zonjë nuk e di sepse, po, për mua është në ditët e fundit. Rezaton Busqesh, është shumë i mirë. Arvizun kësha qef shumë unë, se e kam takuar, këtë se kam takuar akoma, Arvizun e kam takuar nga pasër emision në Kulla, e mbanë? E kam mik. Arvizun ishte simpatik shumë, i lezeshëm, dhe si personazh, ishte njëri që fliste, kësha qef, ishte i hapur, pinte në një gotë për qefe. Po kjo të paktën pamje jashtë me kësaj, më duket shumë e... Rezaton pozitivitete. O Ledio, jo, mos i kaj shpejt vlatë, këtheo për të këta foto. Kjo foto është bërë dje, Kulla. Jo, vëdi më falë. Këtë një 2 ditë, po. Me Altin Dumani dhe me Klodian Brown, pra me Ishin dhe me Aktualin. Jo, Altin Dumani ka dhe një detyrë në... Ka vajtë Kosovë, pra, ma thetim. Jo, është brenda prokurorëve Spakut, është drejtori marrëdhënieve me jashtë të Spakut. Është dhe ministri jashtë i Spakut, i familje, dakord. Ndërkohë kjo foto, më duket se ka më shumë se 2 ditë, më duket që është bërë. Të të këtë disa ditë. Të ditë, po. Që shkoj për të, sepse... Fillim vitit, do më thë. Jo vetëm aj, shkoj dhe për t'i dhënë dorën dhe për të uruar këtë Brown. Po, shkoj për të uruar detyrën e... Bravo, se u fut në zyra, ja ditë u fut në zyrën e re, në zyrën e Dumanit, me fjallë. Pas të dorën thashe theme i Dumanit zdo të linë të zyrën, po ishin të gjitha kështu thashe theme kështu ishin legjenda, urbane. I kemi shef në... Apo s'merë me fare se thashe theme nesi popull. Edhe mund të ke qenë e vërtet, mo. Jo, se besoj. Pak zyra ka ati, të shkëm dhe patjet e zyra Dumanit e... I mendon se ne si popull s'kemi qef me me të... Gjithi kanë qef, mo. Të kanë fjana, dhe po të ke ndodhur, më duket njërzore. Tani të vi, tani... Nese, qënë si ka, kalojmë, po që... Këtu të kjo, nuk mi aftoj me kaq Van Hornit, ba. Pasaj fotën e dio, Van Horni është parë në një event Ramsit 4, në një event ku priti Ramsin dhe ndërko ullë në kratë të Ballukut, të Belinda Ballukut. Jo, Ledio më nëzirë këtë. Do pa tjetër i të kojmë këtë. Jo, Ledio më nëzirë si pas radhës që të themun. Se të japë një shpjegim logjikun kësaj, kronologjik. Pra, pam atë që ishte dhe Spaku për asë ditësh. Tani, dje, jo, po, pardje, më falë, pardje, ishte ullë ngjitur me Ballukun dhe në krah, ku di unë kishte në krah tjetër. Kishte këtë të kompanisë amerikane të këtyre parku të... Eolik që do bëhet në Tropoj. Eolika, janë këto eolienet, po të të mërshmet, po. Po, bravo. Hale dyre, nuk e gjena të foto? Kam për sekonda. Dhe Ledio themu, dhe Kulla, u pa atje, nuk e dje ka dhënë dorën apo jo, u bëngjari i kënë media atje gjithë kohën, nuk e dje ka dhënë dorën apo jo, po a u ullu atje. Po të kështë dhënë dorën, do kështë pas fotoja do ishte shtëngimi duarve. Bravo. Po ndërko, kër erdhi i Ramsi, Balluku ishte atje që i prezentoj. Dhe më thëni, Balluku si fëtuar e priti Ramsin, u ullë Ramsi atje, se ishte Ramsi, Balluku, kjo Van Horni, Nancy. Nuk e di pse Ledio vonohet anëzjeri ato, se të normalisht e kemi quar shumë herët e ka quar, e kemi quar Ledio atë foto, shumë e rëndësishme atë foto për ta komentuar me Kullën, dhe pasaj, me njerë, pasaj foto Kulla që u bë gjiro gjithandej në rjetë, Van Horni shkoi te gjykata kushtetuese, kjo se kështu është radha e gjërave, dhe takon kryetaren e re të zgjedhur gjykata kushtetuese, që emri i cilës mua nuk më vjen tani. Fiona Papajorqi. Fiona Papajorqi, bravo. Ja, kjo është foto që i kërkova Ledios. Si që shikon, ja ku është Balluku në mes, Rama, pare se ku e ka mendje, se duket nga mënyra si shikon, komplet i nxirr, kështu i errët është ky njeri shumë dark, në anglisht dark, i errët. Dhe ja dhe Van Horni që është në krah atje dhe është shumë serioze. Vetëm Balluku buzëqesh, po ta vëshre. Ta dy tjerët janë të mërësisht serios, dhe Van Horni dhe Ramsi. Dhe me njerë pas kësaj Kulla, jepi Ledio, shikoni, e bëj vetë të unë, këtë nga darësim të emisioni, që ju të mendoni, pa merak, foto tjetër që shkon të takon Papajorgjin, Fionën. Fiona gjuhet. Ma në fund një ortodoxe që gjykatë kushtetuese, kryetare. S'kem pas asnjëherë më duhet. Ko të thash, nga emri.
Ledjo, kemi foto i Papa Jorgji, nuk i që po ndodh. Gjuna, tani që më duhesh i mua shpejt, to nuk funksionojnë sot, e shikon? Ja, opa, Ledjo i bërtet shunave tani, pse se keni janë dhe i se digjoju. Tani fotoja interesante këtë duket që janë shumë interesante. Jepi, kulla, ndërkohë që presin foto me gjukatë. Fotoja duket shumë interesante, gjuhë e trupit është shumë e qartë, shumë kryeministi duket që përbët gati tiki në Emirate, se ishte të ka i Samiti. Si do iki? Ishte. A, ishte? Baroj atë dhe shkoj atje. Jo, po i sekund, kjo është mbrapa Samitit. Jo, mërë, kjo është para Samitit. Jo, e ke gabim, vla? Jo. Atëherë do këtë qeni lodhur nga Samiti. Nga jo, thua? Pa, prandaj e shkëshu. Kjo është e para 2 ditëve më burë kjo. Pardjesh me është kjo, apo jo, ano? Pardjesh burë kjo. Ishte djel. Jo, dje pardje. Dje i bim burë. Dje ishte e hënë, vla. Sot e marë, dje e hënë, pra. Se dje ka qenë atje? Po. Okej, dakor, dje. Edhe... Po. A i do këtë qeni lodhur nga udhëtimi atëherë. Prandaj është ashtu, po në fjalime, për çfarë tha? Që Shqipëria tha është, se ky është biznes amerikan, ja ku është. Kjo është fjona? Zonja Van Horn duket që është shumë e buzëqeshur. Shumë është e buzëqeshur. Ndryshe nga atje që është shumë serioze, këtu është shumë e buzëqeshur. Këtu është e buzëqeshur, po. Duhet të trupit është ndryshe. Në 22 me pritet vendimi për Ballukun. Edhe mendoj që ka shku të bëj urimin në këtë institucione më të lartë vëndit me që kemi kryetare 3, prandaj ka shku. Tani kulla. Atje kështë shku bënde urimit. Këto në gjuhën Shqipe quhen qoka. Në gjuhën diplomatike? Jo, në gjuhën Shqipe. Në gjuhën Shqipe quhen qoka, po. Nuk janë asgjë më shumë se kaq thotë. Po mendoj që ka shku të bëj qokën aty dhe qokën. Nuk janë asgjë më shumë se kaq. Jo, po kështu duken, domethënë, ka shku të bëj qokën e kompanisë amerikane, qokën të Spaku dhe qokën këtu. Bukur. Te Spaku dihet sepse ka vajtë herë pas here, ka vajtë shpesh. Te kompania amerikane, sa i vin kompanitë amerikane në një farë mënyrë e ngarkuara me punë, se kjo s'është ambasadore, po e ngarkuara me punë. Është si ambasadore, ka gjithë fuqitë e ambasadores. Shkon se të është kompania amerikane që do bëj këtë projektin e Eolik 600 megawatt, që është shumë 600 megawatt apo jo? Po. Ramsi atje tha, me këtë tha Shqipëria tha i mbulon gjithë nevojat e veta dhe eksporton, që s'do bëhet kjo gjë. Kjo mund të ketë pak e çuditshme domethënë, se ka shumë vende që kanë vënë nga këto kinezët. Duke pak e çuditshme që me atë Shqipëria të mbylli punë. 90% e konsumit në gjithë vendin, sipas specialistëve. Nuk është aq. Është gabim si informacion. Po sa është 600 megawatt? Se dim, po... Po është më fort. 10% është? Po pse thot ai që si me 10% do mburojë gjithë nevojat e vendit? Jo, më ka dhe burime tjera, ka burime diellore. Në total. Nëse varja. U komentua shumë nëpër media kulla që Ramsi u komentua dhe çudia e madhe është se është interpretimi i çuditshëm. Ca thonë që i bëri shkashillik Van Hornit, pra të ngarkuarës me punë, se i tha kinezët, tha Shqipërinë, tha kanë si pikën e mjartit. Po ndërkohë këtë po ja thoshte një kompani amerikane, vëlla, se ishte ai CEO aty, kompanisë amerikane. Po sepse këtë mund të ma shpjegoj çfarë po ndodh. Po sepse kryeministri vjen nga një periudhë, është rritur ka qenë një njerëz, kur Kina në Shqipëri ishte superfuqia që dominonte politikën, jetën shqiptare, ekonominë shqiptare. Një periudhë, po pas rusëve. Po, pas sovjetikëve. Dhe ka qenë periudha kur ne rrugëve të Tiranës apo të Shqipërisë shkruanim parullën, që është bërë dhe filmi Parullat, nëse të kujtohet. Po, e mbajmën, po. Shkruanin parullën, ne dhe Kina Motor jemi sa gjysmë e botës. Qa perle. Kështu që ju kujtua. Vazhdon ajo histori, thua ti. Po jo, kështu ishte ajo në atë kohë. Dhe ju kujtua dhe i tha, kështu në histori, i tha, ne kemi pas të 5.000 vjetë, me mira vjetë qytetërim. Po, e vërtet është, po. Edhe pra i tha, ju që keni qytetërimin nga 500 vitet e fundit, duhet dini që ne kemi pas një historit më përpashme, që vjen nga koha Gjingis Khanit më përpara. Si lexon këto lëvizje di kullatere? Amerikanët me foton e Ballukun në një familje kanë amnistuar apo jo? Pra në një familje i çon mesazh të gjithëve që me Ballukun s'keni punë apo jo? Thua. Po, ajo protokolli ambasadës mund të thoshe për shkakun që shiko, me që zonja ka probleme dhe ka akuza se dua më krah. Faktikisht është ulur. Se thot do të sepse mos e thot. Po zëvendës kryeministre, çfarë? Me çfarë pastaj? Po çfarë lidhje ka? Jo, po të donte, ta shmangte apo jo? Jo, si do ta shmangte? Fakti që ul me të në krah, domethënë që e mbrojnë. Si do ta shmange? Se shmang do të. Protokolli nëse ajo është aty, ai mund të vendosë nesër pas nesër, siç ka ndodhur për shembull të shkuar me Berishën që pati një të akuzuar
që e kishte e mbajtë në burg për vrasje, ma dje në atë kohë, ai e mbante drejtor tatimesh, për është drejtë e kryeministit se me Po flasim për këtë, them, është e drejtë e ambasadorit dhe një ambasade. para njerë zonja s'është ambasadore, është e ngarkuar me punë, e dytë ata janë në një aktivitet publik, ku ajo është për atë aktivitet Ti thua nuk e shmang treta këtë. është ministre e linjë, s'ka si ta shmange. E vetëm gjë që mund të shmangte ishte që tikte fare nga ai takim. Juri Kime, mban mend para 2 vjetësh, pa 3 vjetësh në atë, sa ka ajo, me atë Beqen. Po Beqja nuk ishte ministër. Jo me Beqen, me Ramën duke folur për gjërat e Beqes. E mban mend që mund ngrite iku. Ministër Beqja në atë kohë, ishte drejtori Saspakut. Ne kemi të bëjmë këtu me zëvendës kryeministrën kushtetuese dhe numri 2 i qeverisë dhe ministre e linjës të aktivitetit që do bënin. Kështu që tjetër muhabet, unë nuk shoh në gjuhë trupi, po natyrisht që do rrihet. Unë nuk e di që kjo do të thotë amnistim apo jo. Unë pash një aktivitet normal, kaq. Normale shikonti, nuk lexon asgjë. Ja një sekundë, vëjmë pak të Qileku dhe kthehemi prapë. Le bëjmë gjiron Qilek, të lutem. Qileku, zënë zotëri, është në mbi 100 shtetet të botës edhe në lajmëron se ka filluar 3 ulljet. 3 ulljet në Qilek, ja u them mund të nisë që janë 3 ulljet, është e paparë. 3 ulljet Qilek, zonja zotëri, dhe në 31 janarë, marrën ndërkombëtare, ofron mobilje për bebe, fëmijë të rinj me dizajne funksionale, moderne dhe mbi të gjitha të sigurta. Modele të certifikuara nga TUV, rezistente, të mirë organizuara, të sigurta për kalamajt. Në dyqanin Qilek do të gjeni krevate për fëmijë, krevate marinare, krevate makin, krevate për bebe, djepa dhe djepa. Mobilje për dhoma gjumi me stile dhe mastin ndryshme, 2 shek cilësor, nxek miq dhe përfitoni ofertën 3 ullje dhe 1 ulli me produktet e reja. Mos o mbisni këtë mundësi për të bërë blerje të zgjuara për dhomën e ëndrave të fëmijëve tuaj. E gjeni ose te Rrugë e Kavajës Qileku, Ballderi Orgjit, ose online te qilek.al, ose në Prestige Home te kilometri 12, ose në Instagram Qilek Albania. Bravo Qilek. Super brand ndërkombëtar, mbi 100 shtete në këto momente i po flasim ne. Dhe rikthehemi te i të fabul, kulla. Po foton te ajo, foton tek gjykata kushtetuese do ta nxjerrë Ledio prapë tani nëse ka mundësi. Me këtë fionën, me kryetaren e re. Ka uruar vitin e ri, kryetare së re, gjykatës kushtetuese. Ore, për ty tani mos thuaj se do thonë njerëzit po kulla çka ka që s'flet. Do të thuash diçka. Po ç'të them, ka shkuar, ka uruar në zyrë. Këtë e dim tani, unë them për te asaj, pra, atë që nuk na thon. Atë që s'na thonë, Ose çfarë po luhet poshtë kulla. Ajo që s'na thonë është që gjykata kushtetuese ka mbështetjen tonë dhe ne jemi mbrapa drejtësisë, siç jemi mbrapa Spakut edhe institucionet e tjera, aq më tepër që gjykata kushtetuese është institucioni më i lartë në vend, ka dhe është arbitri i gjithë vendimeve të mëdha që do jetë, për shembull, një nga vendimet do jetë dhe çështja Balluku, po do ketë dhe çështja të tjera që diskutohen. Shiko, e mbajnë Ballukun kushtetuesi, e mbanë 22 janar? Sa është do sot është 13. Për 9 ditë i bie. Se di, unë shoh që Spaku ka avancuar, pra nuk diskutohet më çështja e pezullimit apo jo të zonës kryeministres. Në kërkesën e re që ka bërë Spaku në kuvend nuk diskutohet më pezullimi, po diskutohet arresti, pra vënia në mizurë kautelare, domethënë në një masë. Ima atë nuk e lëshon Rama, nuk e lëshon Rama, nuk e jep imunitetin fare. Po mirë, rregull, shumë mirë, vazhdoj. Rama e ka shpallur luftën vëlla, nuk beso se të riqet mbrapa. Ti ka shpallur luftë vëlla këtyre. Shumë mirë, do të riqet Van Horni. Po do të riqen patjetër. Ç'a do bëjnë vëlla? Ç'a do dërgojnë në ushtrinë, ç'a do i bëjnë? Jo, më ç'a. Ç'a ti bëjnë vëlla? Është vendi i NATO-s këtu më vëlla. Dakor. Por ka ushtri Ramsi më burë ditë apo jo? Pse i qesh? Ti di që unë vi nga komuniteti ushtarak. Pikërisht pra. Po pse ma baza atje kotu ngrit? Cila? Baza Kuçovës. Ku? Në Kuçovë pra. Më mirë. Kuçova atje. Vjet pra u inaugurua baza. Par vjet. Vjet apo pra vjet? Par vjet. Nëse pra vjet, ç'është? Niko Minis. Ç'do i bësh një vendit NATO-s me bazë ushtarake më për NATO-s atje? Qa është? Ramaduro? Kimi falë, Mamaduro është ky? Që të i bësh? Dhe Sorel të kapësh? Nuk du më roba, s'du. Nuk më do. E përgjeo kjo? S'më do. Që të bësh? Kulla, do t'i improvizon me gjitha një unë Ramsi ti kush të jesh. Dhe përgjeo kjo? Zë me folë shumë, Aj. po në 28 të kulla, që ndo?
është dita paradasiste. Ore kulla, se ti njeh mirë këto zonat më Lemo, Belinde, se Belinde është e mbrojtur nga të gjitha anët, valla. Shumë vështirë ta shkocka fort ajo, po dëgjoj. Ore kjo e Akshit më burr, kjo histori e Akshit. Se e folëm mirë bashkëve. E more vesh që dje pas ka ndodhur një gjë të mëshme. Çka ka ndodhur? S'di gjë? Jo. Kanë mbajt njerëzit gjithandej, kanë fut, si që vend zakonisht, njerëz e shkret që futin kartën për të reqë një lek në bankomat. Mos krijo panik. Jo, po nuk e them për bankën. Ima ka ndodhur në një bank, nuk është panik, jo realisht. Po mirë. Dori lajmi u burr. Kanë sulmu hakerat bankën, i kanë marrë lekët, po ato janë fondet të garantuara. Janë të garantuara? Sigurisht, siguruar. Okej, kaq kisha. Po guvernatori i Bankës Shqipërisë ishte në Austri sot, kështu që nuk e dia ka dieni apo jo. Se di, do e kanë thënë burr. Dëgjoj kulla, me qira fjala, se herën e fundit që u vë banka këtu, guvernatorin arrestuan. se ti e njeh mirë Shiakun. Shiaku është pak larg nga Xhavzotaj apo jo? Shumë afër. Është afër. Kjo Durana më burr. Se di, se kam lexuar. Jo, më këtë dosin Durana e pe? Se kam parë çon. Unë nuk jam nga ata që flas për gjithçka, se 300. Kjo më parku kam parë gjë më çon. Po si nuk e di këtë lajm fare ti? Po çan kam me punë tjera në jetë, s'do merrem me ashtu. Kur ta shoh, tulemi ta flasim. Po që është atje terreni, po nuk është bërë asgjë pra. Po terreni për ta që mos kam parë, nuk e di, po të them. Do ta shoh. S'do më fol duke për Duranën. Po se kam parë më çan se di si do flas. Duran, ka qenë një grup. Tash unë jam duke u marr me Iranin, me Venezuelën, me lindjen e mesme, me gjirin persik, me Ukrainën, me Xhavzotën. Xhavzotën ty është. Xhavzotën jo, ta thërë si fshat, po. Ato terreni aty. Ti pra për Xhavzotën, po se di ta shoh, të lexoj letrat, të marr informacione, të them tani. Ti kërkon mua që të bëj si këta që flasin edhe për futbollin dhe për armët atomike. Mund ta diskutojmë javësjetët të Duranës? Po kismet, pse jo, flas. Se është shumë interesante. Kismet, pse jo. Qose hyn te prioritetet e tua, mos, qose nuk hyn, nuk ngacmojmë se flas me njerëz të tjerë. Unë nuk mund dal tash të flas si Enver Hoxha për naftën, kupton, kurse kuptoj, duhet edhe të marrësh në gjë. Mos kish ndonjë gjë tjetër para sa mbyllim apo? Mos kish ndonjë gjë tjetër para sa mbyllim. Jo, për këtë fabrun e fundit, mos kish ndonjë gjë për të shtuar. Jo, në rregull, folëm ne kështu. Fuqi e madhe bërthamore, ne, edhe nuk çajm kokë për një. Çka ka ndodhur? Prisë vin mesazh. Le dion, ai iku. Mi iku mua ekrani atje plak. Ekrani përballë mua mi iku. Atëre e kam bërë montazh, si montazh, më ndaj ka përsëri Ledje thot. Beni Ametaj. Çu më thon Beni Ametaj? E ke montazh? Po ç'është Beni Ametaj? Pse ma nisët Beni Ametaj plak? Për Ben Ametaj, e pe Ben Ametaj e pe Ben Ametaj intervistën, apo jo, kulla? Ben Ametaj intervistën e pe? Pjesërisht e pash në YouTube, kështu po. Po prandaj po të pyetëm se ai e riktheu Duranën, jo se e nxori ai, se Durana kishte kohë që fritej në për shumë vetëm më cëneja, ka bërë shumë emisione për. Nuk e kuptoj çan duhet të ulem, ta lexoj tash unë ti më njeh shumë mirë, nuk flas kurrë për gjëra që si njoh. Jo, dhe bravo të qoftë, jam shumë dakord me ty. Nuk dal unë të bëj gam kur për gjëra që si njoh, duhet kur flas me kompetencë për diçka. Bravo, jam dakord me ty. Ore kulla, të lexoj sa pyetje që ka dërguar njerëzit për ty. Patjetër. Ferrokromi. Po çfarë emri? Jo, Kromi. Ferrokromi, më fal. Po. Ferrokromi, jo, Ferrokromi nuk është emër, pseudonim. Po. Ferrokromi, po. A janë të ndikuara nga shërbimi sekret izraelit këto protesta? Po, jo janë, po. Ledio, pra unë bëj pyetjen, ti luaj me mua dhe me Kullën ose na futu dyve në një, janë pyetje tuaja nga kjo QR kodi, zënja zotin po ju lexoj. Kështu që keni kujdes, shkruani në këto momente. Bëni një skanim me telefon, bëni loginin shpejt dhe bam më çoni pyetjet atje. Ledio ndërkohë më nda me Kullën në ekran vlla, që mos rish nga njëri te tjetri. Bë si duash. Bravo. Kulla. Lali 117 pyet, a do ndërhyj Amerika në Iran? Po dhe jo. Po dhe jo. Si kam e të verda, sot, mund të lezoj shë duat, dakord. Arosi, thot, Kullën, ke qefta të gjosh, një këshill dësha mirëse. Mos u influenco shumë nga Lucio Caracciolo dhe Dario Fabrit.
Atëre, unë me Lucio Caracciolo kam një bashkëpunim. Që është Lucio Caracciolo një për ta që se njofin? Është drejtori i revistës Geopolitike Limes. Dhe nëse do hapësh faqen e parë të revistës Geopolitike Limes, aty ndër bashkëpunëtorët e asaj reviste do gjesh dhe emrin tim. Kështu që kam respekt për Caracciolo. Me se duke dhe lexon kulla atë. Jo, Se edhe shkruan atje. kemi dhe emisit vjetër. Dakord. Unë nuk influencohem nga askush, influencohem vetëm nga vetja, po kam respekt Edhe po t'influencohet, çfarë problemi ka? kam respekt për dijet dhe për punën e tij, po unë influencohem nga puna ime dhe nga networku dhe nga kontaktet mia. Një pyetje për Kullër, a mendon se sot Europa e Bashkuar është e vetmja që nëpërmjet forcës së butë është e vetmja alternativë ndaj regjimeve autokratike dhe një Amerike të tjetërsuar? Jo, nuk mendoj. Dëgjoni mirë Kullën. Gramos Skënderi bën pyetje Kulla në QR kod. Përshëndetje Çani. Mos, unë i them bëni vetëm pyetje, ky thotë s'kam pyetje, vetëm desha të kontribuoj një gjë të vogël për emisionin. Ja, dakor, po të jap tër. Keni këtu website-in livemap.com, i cili ka hartat 24/7 përditësuara dhe i ka të gjitha rajonet ku ka luftë, protestas. E kam permanent live mapin në gjithë telefonet e mi, kështu që faleminderit. Po pra, çfarë duke thënë o plak? Por nga live mapi marrin të gjitha burr. Sa i madh që është. Drenili Gjoni Kulla. Thot, po për pasuritë e uraniumit. Po i ka. Irani. Po. Xhevit Marku, mi mbrëma Çani, pyetje për Kullën. A ka informacion për përfshirjen e Hamasit, e Zbullahu dhe forcave satelite sot në shtypjen e protestave iraniane? Ka informacione që ushtria po kundërshton urdhat dhe garda po përfshin trupat jashtë? Nuk mund të përfshien sepse persët ka një gjuhë, arabët ka një gjuhë, është e pamundur. Vetëm nëse do ketë njësi të iraniane ose të Hezbollahut, të cilat flasin dhe farsisht, sepse nuk mund të përfshien. Shumica e pyet një tjetër, Kulla thot ky. Kulla e ka emrin dhe ky. Shumica e videove rreth protestave në Iran janë AI thot. AI do të thënë IA, inteligjencë artificiale. Pyet Kullën. Janë edhe ashtu. Pyet Kullën pse nuk e tregon të vërtetën teleshikuesve se këto video janë pse mi kjo? Janë edhe ashtu thuaj. Janë dhe ashtu. Edhe ashtu, po nuk janë gjithashtu. Janë edhe ashtu. Më fshi mesazhi. E ka fshirë vetë ai shkreti. Janë edhe ashtu. Shikon ti? Elda Hoti Kulla, pyet Elda. Kulla ka folur gjithmonë për efektin e dobët dhe të pakët sanksioneve si politikë dëshkuese në përgjithësi. A mund të pranojmë që në rastin e Iranit sanksionet dhanë efekt? Kur e para njëherë sanksionet janë vënë 179-ën, e deri sot janë gati 50 vjet dhe përderisa s'kan dhënë efekt deri tani, kur do ta japin efektin? Ani Hoxha pyet, a do hyjë Shahu në Iran për të marrë pushtetin me forcë? Jo. Po pret ky tjetrin në New York. Po le të presin New York, po syn do të atje. Mund ta sjellin atë si sollën francezët atë tjetrin. Nuk e sjellin dot sepse nuk ka mbështetjen popullore. Tauland Bici pyet Kulla. Çani thotë Kullës të harxhoj makinë se makina e tij harxhon shumë thot. Nuk e furnizohet as te SFO Ili. Se kuptoj. Asun se kuptoj. Çi duhet ju tani pse të ndryshoj makinë Kulla më burr? Pastaj Kulla nuk ka një makinë. Lëviz me disa makina. Shi vaje për ke. Kulla, Justiniani pyet pas zotit Kulla, si pas zotit Kulla, kush do të jetë Aleksandri i Madh i shekullit 21 që do të mundi Dariusin e III? Ajo të lahat, thot. Ajo të lahat. Nuk mund t'jap dot krahasime historike pa vend dhe pa... Hazir Dajçi pyet, Çani pyet Kullën, ndoshta janë shteme, çfarë mendimi ka do ndryoj Amerika në Shqipëri të ndihmojë Shqipërinë me gjithë këto vjedhje që ka bërë kjo që ja. Por më vazhdoni akoma sa ajo kam thënë, ju mendoni se të huajt, qoftë dhe amerikanët apo kushdo qoftë, ju rruhet trapi që këtu dikush vjedh popullin e vet? Por ju mendoni se ata kanë anë të korrupsioni? Seriozisht e keni qenë kaq naiv? Po shtet thjesht fare, ata duan të kapin në një gjë vet. Kaq e thjesht më valla. Vure vetën tipa në vendin e atij jashtë, atij tipit jashtë që pret të ndryhy. Të plas ty trapi se çan ndodh në një fshat Librazhi zotri. Që vjet ai, e zëm se vjet dikush atij ai, kryeplaku, kot po them, në një fshat Librazhi ose të Burrelit. A ngriheshti në mëngjes, i shqetësuar mos. Ai shumë i korruptuar ai tipi të fshati Burrelit. Jo, kështu është pra i dhe gjë. Ju lutem shumë, iqni dorë nga këto budallëqje. Mundoni të vdisni pak të mençur, jo budallënj.
Harroni të punë e korupcionit. Nuk intereson njeriu korupcioni. Me që janë të korruptuar, po vinë në dërim. Jo. Luhet tjetër gjë. Kulla, bo sa shumë mesazhe, miri Kanada. Do duhet ringjallë shoqëria civile në Shqipëri. Po. Rahmet pas. Po kush ta ringjalli, mo? Lali, thot, i ka ardhë fundi Ramsit. Po çfarë i ka ardhë fundi? Po për çfarë do i vi fundi, mo? Për çfarë? Për çfarë, mo? Vetëm qose ka bërë dhe i gabim që nuk e korrigjon dot. Atëre po. Të po presim, të gjithë. A ka bërë gabim apo jo? Deri tani s'kemi asnjë indicje. Më farë kulla, as duhet të futin në lojë, po i përgjigjen vetë tyre. Se për ty janë kështu, këto janë pyetje koti. S'po të lodh ty me këtë gjëra. Thimi i thot, sa shanse ka që Rama, ka kaluar te pyetja tjetër tani. Që Rama të pengoj Spakun me 83 mandate që ka. Totalisht. Kulla? Unë mendoj totalisht, po ti kulla që mendon? Unë mendoj që ai ka diu. Ka diu. Jo ka diu. Ka diu. Por e nga fiku. Jo. Kur bie ka fiku të hadhe qeni jot. Po. Po kur të përdonon ka diu, edhe Zoti s'bën ndërma pas. Dakor. Presim të shohim. Tefik Reçeli. Po Tefik Reçeli. Dhe Tefik dhe Reçeli. Kupton ku jetojmë kulla apo jo? Në vend të ëmbël. Përshëndetje Çani, çfarë po ndodh me Groenlandën? Ja, ky është briljant, bravo Tefik. A do përleshemi dhe ne në konflikt? Është i madh Tefiku, bravo. Jeni dy gjeni të gjuhës trupit. Faleminderit Isilda. Ja një vajzë që na bën qefin. Faleminderit. I pëlqeu improvizimi i parë. Zoti Kulla, kjo mas korrupsioni a rrezikon sigurinë kombëtare në Shqipëri? Isilda këtu më duket se te prova pak. Nuk e rrezikon korrupsioni sigurinë kombëtare në asnjë moment. Rrezikon gjë tjetër. Enkel Vukzaj. Mirë brëma Çani, pyete Kullën, do ketë razina në politikën shqiptare në bazë datës 21 janar? George Castro, thot. Pyete, a do i futet Amerika karteleve në Meksik? Varet. Shkuptim varet, Kulla. Varet nga lloji karteleve, nga lloji mallit, nga lloji çmimit, nga lloji marrëveshjes. Jetë mirë Buzhala. Ka një këngë spanjisht shumë bukur. Dipende, todo dipende. Vërtet. Italisht është ajo? Jo, spanjisht. Oh? Todo dipende. Është e famshme shumë kjo. Jam një shikues e rregulla në Kosovë, thotë jetë mirë Buzhala. Kur i bët role Trump Rusi, ju lutem, ku i latë europianat, apo nuk janë fare? Në atë darkën e fundit të Krishtit, mungon figura e kamarierit, kështu janë dhe europianët. Janë thjesht kamarier. Po mungon figura e kamarierit, kështu që janë as aty. Po kjo Macron, i dobut, po i lëshon sa gjëra. Qa? E pe i kështë thënë që ka ardhur koha tani që ne duhet mendojmë të flasim dhe ne me Putinin. Varet do të flas Putinin me tani zhvon. Elton Alimadhi, pyete Kullën, Amerika duke siguruar naftën në Venezuelë dhe patur pavarësi nga nafta e vendeve arabe. Apo përgatite për të goditur vendet arabe dhe krijuar Izraelin e madh? Jo. Jo. Nafta venezueliane është e trashë dhe kushton shumë për ta nxjerrë dhe nafta e Arabisë Saudite dhe vendeve arabe është një naftë të cilësisë shumë e mirë dhe është QR kodin e dy kollaj për ta nxjerrë dhe kushton shumë më pak. Thjesht SBA-si intereson që Venezuela të mos jetë një nga fuqitë furnizuese të ekonomisë kineze dhe kaq. Qartë, është saktë. Antoni pyet Kulla, çfarë roli, pyete pa Kullën Çani, çfarë roli do kenë 3000 mujahedinët, muhajedinët thotë ky. Mujahedinët e Iranës nëse Khamenei bie. Asnjë rol, ata janë njerëz, ndoshta do kthehen vendet e tyre, ja uroj të kthehet. Ata janë njerëz në moshë tashmë, nuk mund të kenë më rol luftarak e tjerë dhe në një lloj forme vendosja atyre në Manzi ka bërë mirë atyre, ka bërë mirë irakenëve që kishin problemi, ka bërë mirë amerikanëve që i mbani, i ka bërë mirë edhe vetë iranianëve, po ata do kenë një rol, le të themi, një partie politike. George Castro prap. Përgjigje thot stop korrupsionin Borrell. Bravo George, i papar.
Dhe Almiri 1052 thot Arian përshëndes se kuptoj analizën tuaj për dy sërfuqit, po për Europën që është bërë një banjë e madhe afrikanësh vllasi bëhet, në kohën kur bota është e djathtë radikale, thot. Nuk është tamam e djathtë radikale bota, po s'do ishte bërë afrikane Europa. Kjo më të mendoj se asgjë nuk ka sens dhe e fundit për garancia është Europa. Ju lutem mos më kundër argumentoni me Parisin apo Milano, se kudo përshëndetet me Aleikum Selam, thot, nuk të kupton njeri, po the bonjour apo buongiorno. Ja një djalë interesant, Almiri, kula. S'ka bërë pyetje, konstatim ka bërë. Almir, unë që e njoh mirë Afrikën, mund të them që një pjesë e madhe e Evropës është shumë e shëmtuar se Afrika dhe një pjesë e madhe e europianëve janë njerëz shumë të shëmtuar se afrikanët. Qartë. Melina Prifti, kula, thot, Melina Prifti ka shkruar anglisht. I am sorry, Melina, po I don't speak English. My dad love your show, thot. Papa ime do show-un tuaj. Po, e adhuron show-un tuaj. Prit e lexoj një herë, se më pëlqefin kjo mua. Melina, thot, my dad love your show, kula më thot. He watches it, pra ai shef. Ai e sheh atë. Every time you are on, but every time you are on... Ju shet çdo herë. Every time you are, po. You are on, thot. But I don't understand, and I am really interested. Jam realisht e interesuar. About your show, can you add subtitles? Do këshu e shketa. Subtitull i anglisht, po. Mund të diskutojmë me AI, t'i bëjmë. Se bëjmë do të në ekran, pra. Mund të bëjmë. A ka? Mund të bëjmë. Ka? Po jo live, pra. Jo live, pra. Mëson Shqip. Po mund të bëjmë që ta... Po mund të bëjmë në YouTube. Ta bëjmë YouTube, po. Po në YouTube mund të bëjmë? Po, mund të bëjmë. Ka? Po. Po pësi e themë në anglisht tani kësaj? We'll try to do it in YouTube. Po, pra. Subscribe, i thotë se në këtë rast. In YouTube you have subscribe in English. Okay, Melina. Interesante Melina, e shikon? Bravo. Pa i thot baba i kësaj. Dhe e shqiptare që... Po, baba i shqiptare dhe kjo po. Fito nuk barojnë kula, Ta lexoj dhe këtë të fundit? Po lexoj dy të fundit edhe. Ta lexoj të fundit fare? Që kam deri tani? Po vinë ndërkohë, po unë nuk po. Dy të fundit do? Dy të fundit edhe mbyllim. Atere, do lexoj. Stefi Fab shkruan kulla, qëndrim do mbajnë talibanët se farsi flasin dhe ata, thot. Kjo sepse që me arabët nuk përzien, pjesërisht. Kanë pashtunët, kanë talibanët janë kërin vete. Mendoj që fati më i madhi i perëndimorëve për të dobësuar Iranin do të ishte një konflikt sunito-shiit mes Iranit dhe Afganistanit, por gjithsesi kjo do të varet shumë nga roli që do të kenë kinezët në Afganistan. Dhe e fundit fare, kula, them të mbyllim me pyetjen e një emri legjendar, Faik Fadroma. Dy fët plak. Dhe Faik dhe Fadrom. I cili bërë një pyetje naive, po me këtë do e mbyllim. Fën katror. Qani, është nga Kosova. Qanë Kosovar, shqiptarë. Mund tjetë edhe nga veriu, jo, no? Jo, përgjithsi Qani e thonë këta veriorët tanë. Ata nuk e thonë do të qënë fare. Që e but. Qani, po. Qani, qa mendimi ka Trumpi për shqiptarët? A ka respekt? Ta mbyllim misionin me këtë kulla. Unë mendoj që se zë gjumi pa... Në morën nga gojë. Pa mendu për në. Tani... Se sot ishte ditëlindja dhe ndri Trumpit, e diti? Sot ishte? E këti Kushnerit? Po. Dhe këtë uruar besoj Ramsi e bejo. E takojnë Paris tani. Radhe madhe këtu t'jetë duke uru. Jenë vete? Po. Po ku e festoj kulla s'dim gjë? Se di. Tani unë kullën të alet të lirë, vajti ora 23-24 minuta, falenderoj gjithë stafin, qunat dhe gocat që punojnë në këtë emision. The corruption is bad. The corruption is bad. Më falë. The corruption is not bad. If I want
Se them dot. Ja kur zdi anglisht kulla, shikon? Duhet mësosh.